Gjergj Arjaniti ishte një nga figurat më të fuqishme, më të qëndrueshme dhe më të hershme rezistencës shqiptare kundër perandorisë osmane. Një princ lufte dhe diplomacie, i cili për dekada mbajti gjallë zjarrin e kryengritjes në zemër të Arbërisë, shumë përpara se emri Skënderbeut të bëhej simboli i qendresës barkombëtare. Ai lindi rreth fundit të shekullit të 14, në një kohë kur trojet shqiptare po përjetonin tronditje të mëdha politike, ndërsa sundimi osman po shtrihej gjithnjë e më thellë në Ballkan. Familja Arjaniti ishte një nga familjet fisnike më të vjetra dhe me më ndikim të Arbërisë, me zotrime të gjera që shtriheshin nga lugina e Shkumbinit në Myzeqe, Mallakastër e deri në zonat e Çermenikës e Devodhit. Emri i tyre njihet jo vetëm për pasuri e tokë, por për autoritet ushtarak dhe politik, që në rinin e tij, Gjergj Arjaniti, formua si princ luftëtar. Ai e kuptoi herët rrezikun që paraqiste perandoria osmane për autonominë princave shqiptar. Ndryshe nga shumë sundimtar të tjerë, u përpoqën të mbijetonin përmes nënshtrimit, Gjergj Arjaniti zgjodhi rrugën e rezistencës. Ngritja e tij e parë, e madhe, kundër osmanëve, shpërtheu në vitin 1432, një vit kyç në historinë shqiptare. Në atë kohë osmanët po përpiqeshin të vendosnin synimet e timarëve dhe të shuanin çdo formë autonomi. Pikërisht atëherë, Gjergj Arjaniti ngriti flamurën e kryengritjes dhe u shndrua në udhëheqësin kryesor të revoltës shqiptare. Betejat e para të Arjanitit kundër ushtrive osmane qenë të ashpra dhe vendimtare. Ai shfrytëzoi me mjeshtri terrenin malor, sulmet e befasishme dhe njohjen e thellë të vendit. Ushtrit osmane, edhe pse numerikisht më të mëdha, u thyen disa herë radhazi. Një nga fitoret më të rëndësishme të tij ishte ajo kundër sanxhakbelerëve osman, dërguar për ta shtypur kryengritjen. Fitore që tronditi Stambollin dhe i dha jehon të madhe emrit të tij në Europë. Kronikat e kohës përmendin Gjergj Arjaniti si princin që imposhti turqit shumë përpara se Europa dhe njihte Skënderbeu. Rezistenca e Arjanitit nuk ishte thjesht ushtarake, por edhe politike. Ai krijoi lidhje diplomatike me mbretërinë e Napolit, me Venedikun dhe me Selinë e Shenjtë. Papa e shihte Arjanitin si një nga mbrojtësit kryesor të krishterimit në Ballkan. Fitoret e tij i dhanë shpresë Europës se osmanët nuk ishin të pathyrë. Për vite me radhë, Gjergj Arjaniti mbajti vetëm barën e kryengritjes shqiptare, duke bërë shtylla kryesore e rezistencës para bashkimit të madh të princave shqiptar. Kur Skënderbeu u kthye në Arbëri në vitin 1443 dhe ngriti kryengritjen e tij, Gjergj Arjaniti ishte tashmë një figurë legjendare. Ai u bë një nga aleatët më të rëndësishëm të Skënderbeut dhe një nga shtyllat kryesore të beslidhjes së Lezhës në vitin 1444. Marrëdhënia mes tyre nuk ishte thjesht politike, por edhe familjar. Skënderbeu martua me Donikën, vajzën e Gjergj Arjanitit, duke lidhur kështu fatin e dy familjeve më të mëdha të rezistencës shqiptare. Në luftrat e përbashkëta kundër osmanëve,
Arjaniti tregoi për vojën e tij të gjatë. Ai komandoi ushtri, mbrojti territorin dhe siguroi krahun jugor të rezistencës shqiptare. Edhe pse Skënderbeu u bë figura qendrore, Arjaniti mbeti një nga shtyllat më të qëndrueshme, një strateg i matur dhe një princ që dinte kur të luftonte e kur të negocionte. Në disa momente, si veproi edhe si diplomat, duke ruajtur balancat me fuqitë italiane dhe duke siguruar mbështetje për luftën e gjatë. Vitet e fundit të jetës së Gjergj Arjanitit kaluan mes luftrave të vazhdueshme dhe përpjekjeve për të ruajtur zotrimet. Ai e pa arbërim të digjej e të ringrihej disa herë, pa shok armësh të bien dhe kështjella të rrethore. Megjithatë, ai nuk u dorëzua kur plotësisht. Vdekja e tij ndodhi rreth vitit 1461. Në një kohë kur lufta kundër Osmanëve vazhdonte ende me intensitet. Ai u nda nga jeta si një nga princerit më të mëdhenj të Arbërisë, duke lënë pas një trashëgimi të fortë, rezistence dhe dinjitet. Gjergj Arjaniti mbetet në histori si njeriu që ndezi shkëndijën e parë të kryengritjes shqiptare kundër Osmanëve dhe që tregoi se perandoria osmane mund të mposhte. Pa qëndresën e tij të hershme, pa fitoret dhe sakrificat e tij, rruga e Skënderbeut do të kishte qenë shumë e vështirë. Ai ishte themeli mbi të cilin u ndërtua epopeja e madhe shqiptare në shekullin e 15. Një princ që luftoi jo për lavdi personale, por për lirinë e tokës së tij dhe për nderin e Arbërisë.